إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderojmë dhe lavdërojmë Allahun e Madhërisëm. Atij bëjmë lavd, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje dhe sret tek Allahu nga të këqijat e shpirtit ton dhe nga veprimet e këqija në punët tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta shpije në humbje, dhe atë që Allahu me drejtësi e në humbje nuk ka kush që ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një vetëm pa rival, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjalët më të drejta në fjalët e Allahut, dërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat e këqija të shumtuara janë ato të shpikurat në fe. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat të dërgon në humbje dhe çdo humbje përfundon me zjarr. Imam Tahaviu, Allahu mëshiroft, thotë në librin e akides, është e njohur si Akideja Tahavia: Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Ai është i gjalli i përjetshëm, i cili nuk vdes, dhe është mbajtësi i krijesave, mbikëqyrësi i tyre që nuk flen. Për këto dy emra që i ka përmendur këtu Imam Tahaviu rahmetullahi alayhi, El Hayyu dhe El Qayyum, argumenton Kurani dhe Suneti. Pra siç është fjala e Allahut të Madhërisëm: Allahu la ilaha illa huwa El Hayyu El Qayyum. Allahu është ai që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, i gjalli i përjetshëm, mbajtësi i krijesave, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Atë nuk e kap kotja e as gjumi. Dhe ajeti tjetër, Allahu i Madhërisëm thot: Allahu la ilaha illa huwa el hayyul qayyum. Pra Allahu është ai që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, i gjalli i përjetshëm dhe mbikëqyrësi i krijesave. Dhe ka ardhur dhe ajeti tjetër: Wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum. Pra fytyrat do t'i përulen të gjallit përjetshëm, mbajtësit të krijesave. Wa qad khaba man hamala dhulma. Dhe do të shkatrohet, do të humb ai që do të bartë padrejtësinë. Pra këto janë ajetet kuranore 3 ku këta dy emra përmenden së bashku, dhe nuk ka ajete tjera ku përmenden së bashku këta dy emra, El Hayyu dhe El Qayyum. Ky ajet është një dëshmi e fortë, ajeti i fundit: fytyrat do t'i përulen të gjallit, mbajtësit, dhe sigurisht do të humbaj që do të bartë padrejtësinë. Është një ajet i qartë kundër
atyre që adhurojnë tyrbet. Nga se besimi i këtyre është i qartë besim idhujtarist, paganist. Dhe nuk ka padrejtësi më të madhe se sa idhujtaria. Siç Allahu e ka përmendur në Kur'an, inna shirka la dhulmun adhim. Me të vërtet, shirku, idhujtaria është padrejtësia më e madhe. Prandaj ata që i adhurojnë tyrbet, pra ata njerëz që i kanë shpallur nga mendjet e tyre si njerëz të devotshëm, të mirë, e të shenjtë, që i cilësojnë e që i adhurojnë kur ata ishin të gjallë, po edhe pas vdekjes i adhurojnë. Pra me të vërtet, kush do që mediton në fjalët e Zotit Madhërisëm, e sidomos në këta dy emrat e Allahut, El Hayyu, i gjalli, i përjetshmi, dhe El Qayyum, ai që i mbikëqyr gjitha krijesat. Pra, kushdo që mediton drejt parimisht mbi këta emra të Zotit, do të kuptoj devijimin e qartë të atyre që adhurojnë varrezat. Nga se si adhurohet, si lutet një krijesë e cila flen në gjumë, e godet kotja, po mbi të gjitha dhe i vjen fundi, vdekja. Dhe e harron, e injoron, dhe nuk i drejtohet të gjallit të përjetshmit, që nuk vdes, mbikëqyrësit i cili nuk posedon kotjen e as gjumin, dhe lut krijesën e dobët. Kjo tregon se në çfarë niveli të ignorancës, të idhujtarisë e të botës së djallëzore kanë rënë kjo shtresë e njerëzve, e që këtë fetarizëm të tyre idhujtarist janë veshin se kinë sot ata janë prej fesë islame, e që islami është i pastërt prej tyre, ashtu që ka qenë i pastër ujku nga gjaku i Jusufit alayhi salatu wassalam. Prandaj shikoni fjalën tjetër të Allahut azza wa jall që thot wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Dhe ti mbështetu atij të gjallit, të përjetshmit, i cili nuk vdes. Pra që shkon robi njeriu me logjik të shëndosh i mbështetet vorrit atij që ka vdekur dhe e lën anash thirrjen hynore që thot dhe mbështet ju të gjallit i cili nuk vdes. Pastaj fjala e Allahut huwa al-hayyu la ilaha illa hu. Ai është i gjalli, i përjetshmi, që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Pra adhurimin që ti e bën, duhet t'ja bësh, t'ja drejtosh vetëm sinqerisht vetëm Allahut azza wa jall. Si shkon e lut e adhuron të vdekurin dhe e lën atë që është i gjalli, i përjetshëm. Fad'uhu mukhlisin lahu ad-din, thot Allahu, adhuroje, lutë ato sinqerisht me fe të pastërt. Elhamdulillahi rabbil alamin. Lavdëruar e falendëruar qoftë Allahu, Zoti krijuesi i gjitha botëve. Prandaj përderisa e beson Allahun për krijues, thua Allahu është ai që i ka krijuar qiejt dhe tokën. Dhe në anën tjetër shkon edhe lutë e adhuron vorrin, tyrben, njeriu në krijesë që është e vdekshme dhe e harron Allahun dhe fare nuk e adhuron atë që është i gjalli, i përjetshmi, mbikëqyrësi i gjitha krijesave. Me emrin El Hayyu, i gjalli, i përjetshmi, aledohet me jetë të përsosur.
edhe krijesat kanë jetë, po jeta e krijesave është e mangët, që e godet vdekja, ndërsa jeta e Allahut është jetë e përsosur që nuk ka mangësi. Pra Allahu, me këtë emën kur i jepet Allahu që e ka emërtuar vetveten e tij, pra në Kur'an, që ajo është i gjallë, i përjetshëm, pra Allahu është i pastërt nga vdekja, nga xhumi dhe kotja. Andaj pohimi i jetës për Allahun mohon vdekjen, xhumin dhe kotjen për të. Allahu nuk vdes, as nuk e ka kotja e as xhumi. Pra siç ka ardhur hadithi tek Muslimi tek kapitulli i imanit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allaha la yanam. Vërtet Allahu nuk flan. Wala yanbaghi lahu an yanam. Dhe atij nuk i takon që ai të flej. Nuk i takon me adresu xhumin e Allahut. Naudhu billah. Edhe emri El Qayyum mbajtësi i krijesave, mbikëqyrësi i krijesave, në vetveten ngërthen mohimin e vdekjes, xhumit dhe kotjes. Prandaj fjala e Imam Tahaviut që ka thonë i gjalli që nuk vdes, mbikëqyrësi, mbajtësi i krijesave që nuk e kap xhumi, nuk do thotë se vdekja është vetëm te çështja e të gjallit, ndërsa xhumi është çështja e mbikëqyrësit. Të dy emrat Allahut i mohojnë Zotit të Madhërisëm vdekjen, xhumin dhe kotjen. Dhe siç është saktësuar se xhumi është vllau i vdekjes. Prandaj emri El Qayyum, mbikëqyrësi në radhë parë është ai vetë që qëndron. Ka dhe këtë kuptim. Pra Allahu qëndron vetiu. Nuk ka nevojë për askënd. Dhe po ashtu mbikëqyrësi mbajtësi i krijesave. Dhe ky emër ngërthen në vetvete cilësitë si i fuqishëm. Pra Allahu mbikëqyrësi mbajtësi i krijesave, aludon se ai është i gjithfuqishëm. Për mu menaxhu mbikëqyrja dhe mbajtja e krijesave, përmanë se kërkohet të jesh i fuqishëm. Pra, emri El Qayyum e ngërthen cilësinë e fuqisë, një ashtu dhe të diturisë. Pra, mbikëqyrja dhe mbajtja e krijesave, aludon një ashtu se ai është i gjithditur. Po ashtu edhe i drejt Allahu Azza wa Jall. Këto krijesa se si funksionojnë, se si veprojnë në gjallërinë e tyre të përkohshme, në qiell dhe në tokë, dhe çfarë kanë ato. Pra, kur e sheh njeriu se si ato funksionojnë, e shohim drejtësinë hynore të manifestuar aty. Prandaj meditimi i tillë në emrat e Allahut Azza wa Jall, dhe si kanë sqaruar e elaboruar mrekullueshëm dietarët eminent, me të vërtet robi kur i lexon shtjellimet e dietarëve në lidhje me emrat hynor, imani shtohet dhe robi më tepër e shton dozën e mbështetjes tek Allahu Azza wa Jall. Më tepër e lut Allahun e plotfuqishëm. Sidomos vetëm nëse lexojmë komentet e dietarëve që kanë folur në lidhje me këta dy emrat Allahut. Saqë shumë dietarë thonë e kanë mendimin se emri më i madh i Allahut, emri më madhështor i Zotit është emri El Hayyu El Qayyum. Emri më madhështor i Zotit. Kështu mendoj një grup prej dietarëve të
të umetit. Prandaj Imam Ibn Kaimi kur flet për këta dy emra, thot këta dy emra ngërthejnë në vete gjitha atributet e Allahut. Pra emri El Hayyu El Qayyum ngërthen gjitha atributet e Allahut. Emri El Hayyu i gjalli, i përjetshmi, ngërthen gjitha atributet e qenësisë, si dituria, dëgjimi, shikimi, fuqia, krenaria, urtësia, mëshira. Kurse emri El Qayyum, mbajtësi i krijesave, mbikëqyrësi i tyre, ngërthen gjitha cilësitë veprore. Pra, Allahu ka atribute që janë të qenjes së tij, siç i përmendën, po ka dhe atribute veprore që shfaqen e që manifestohen ato në veprimtari e Allahut Azza wa Jall. Pra, kur Allahu vepron si krijimin, rregullimin, dhënien e jetës, këto janë veprimet e Allahut. Allahu është ai që jep jetë. Allahu është ai që merr jetën, pra e shakton vdekjen. Wa aleikum salam. Prandaj këta dy emra me të vërtetë janë madhështor dhe kushdo që mediton thellë dhe drejt në këta dy emra, besimin e tij me të vërtetë do ta stolis me njohuri të cilat e zbukurojnë fetarizmin e tij. Fjala e Imam Tahaviut, ai është i gjalli që nuk vdes, mbikëqyrësi, mbajtësi i cili nuk flen, argumenton tek një rregull që e kanë aprovuar ehli suneti, e që është cilësimi i Zotit të Madhërisëm me mohim, nuk është për qëllim vetaj, por se është për të pohuar për sotshmërinë që është e kundërta e asaj që mohohet. Pra kur thuhet se Allahu nuk flen, nuk kotet, aludon në jetën e tij të përsosur. Kur thuhet se Allahu nuk kotet dhe nuk flen, aludohet më largoni këtë. Aludohet në sa ajo është mbikëqyrësi dhe mbajtësi në mënyrë të përsosur i krijesave të tij. Pra ai nuk ka as lodhje, siç ja adresojnë nasarat dhe jehudët Allahut subhanahu wa taala lodhjen, që thonë pas ditës së 6 kur i krijoi krijesën, në ditën e 7 ai pushoi. Allahu nuk ka kësi cilësi negative që dëshmojnë në dobësi. Pra Allahu është i përsosur në jetën e tij, në mbajtjen dhe mbikëqyrjen që ai e bën mbi gjithë krijesat e tij. Pra duaja me këta dy emra transmetohet në hadithe që thuhet kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadu ya hayyu ya qayyum. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bën lutje me këta dy emra, o ti gjallë i përjetshëm, o ti mbikëqyrës, mbajtës i krijesave. Prandaj vëllezër të nderuar, është mirë që lutjet që ja bëjmë, ja drejtojmë Allahut, ti drejtojmë me këta dy emra madhështor, Zotit të Madhërisëm. Pra nga zemra, nga qenia brendshme jona, që kemi nevojë mi kërku Allahut të mirat, mirësitë, bekimet e tij, shërimin e tij, ti drejtohemi Allahut sinqerisht, o ti i gjallë i përjetshëm, o ti mbajtës mbikëqyrës i krijesave, që nuk të godet kotja as gjumi, na dhuro bekimet tua, mëshirën tënde, na udhëzon në rrugën e drejtë. Nga se dyshimet janë shtuar, vëllezër të nderuar. Dyshimet që potcenojnë besimin e muslimanëve janë shtuar, sidomos me këtë rrjetën e marimongës që po shkakton viktima në aspektin besimor, që njerëzit duke mos qenë të mirë informuar me fenë e tyre, që nuk lexojnë librat bazë të fesë së tyre
dhe në Facebookin e tyre, në TikTokin e tyre, vinë dyshime që ja shkatrojnë besimin, imanin në gjoksa e tyre. Prandaj vëllezër të nderuar, t'i drejtohemi Allahut Madhërisëm, sidomos me këta dy emra, siç ka vepruar edhe i dashuri ynë, miku i shtrejti Allahut, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Imam Tahaviu rahmetullahi alayhi vazhdon e thot: Khaliqun bila haja, raziqun bila maunatin. Pra krijuesi i pa nevojshëm, s'ka nevojë për askënd. Furnizuesi pa kurfar vështërsie. Pra Allahu i Madhërisëm është ai që krijon, askush tjetër. Dhe nuk ka nevojë për krijesat e tij. Siç ka thënë Allahu i Madhërisëm: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Pra unë nuk i kam krijuar xhinet dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë. Pra na jemi ardhur në këtë dynja, në këtë botë për me adhuru Allahun e Madhërisëm. Ndaj gjëja e parë që ne si musliman duhet të dimë se apo adhurojmë drejt Allahun e Madhërisëm. Apo ja japim hakun adhurimit që ne e bëjmë për Allahun. Pra namazin duhet të shikojmë, ta mësojmë që ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fjalë, gjuhët që dalin a janë të kontrolluara. A janë fjalë që ne me to e kënaqim Allahun apo e hidhrojmë atë. Puna jonë që bëhet a bëhet halal apo haram. Pasurinë që e fitojmë a kemi halal, a shpenzojmë në vendin ku duhet, apo në vendet e dyta që baltosim me to. Pra tërë personaliteti i jetës jonë a është në pajtueshmëri me udhëzimet hynore. Prandaj përderisa kemi ardhur në këtë botë, jemi kriju, Allahu na ka krijuar që ne ta adhurojmë atë, sa jemi duke e çuar në vend misionin për cilin jemi ardhur në këtë botë. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Pra Allahu thotë unë nuk kërkoj nga xhinët dhe nga njerëzit që i kam kriju për më madhuru, që ata më dhonë mu rizk, furnizim. As që më dhonë ushqim. Inna Allahu ar-Razzaqu dhul quwwatil matin. Me të vërtet, pa dyshim, shkëtësojmë me dyshu këtu, që Allahu është furnizuesi. Pra ajo është neve na jep ajën që ne e thithim, jetojmë, dritën, natën për pushim. Pra çdo sen që është në këtë dynja është furnizim nga ana e Allahut azza wa jall. Ai është furnizuesi. Ai është posëduesi i fuqisë së pathyeshme. Askush nuk mund të thënë fuqinë e Allahut azza wa jall. I plot fuqishëm. Pastaj Allahu me një ajet tjetër thot: Ja ejuhen nas, është drejtuar gjithë njerëzve, pa dallim race, gjuhe, feje, o ju njerëz, antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni të varfër që keni nevojë për Allahun. Edhe miliarder në kofsh, ti prap je i varfër, askushi nuk je. Ke nevojë për ndihmën e Allahut. Ke nevojë për një mbështet Zotit Madhërisëm, të gjallit, të përjetshmit, të atij që i mban dhe i mbikëqyr krijesat. Pra je i varfër, krijesë. Nëse veç e merr konstruktin tënd të krijimit, sa je në qytetin që ti jeton. Nëse të shikojnë nga lartësia në shtetin që ti jeton, s'dukesh fare. Po dhe shteti yt, nëse shikohet planeti që ne jetojmë të, është i vogël. E kështu me radhë planeti ynë, toka,
Sa është në hapësirën qiellore? Asgjë. Shumë e vogël. Pra të varfër dhe prap njeriu arrogant e harron këtë realitet që ai jeton në të, bëhet arrogant e rebel e kundërshton të madhin Allah, të gjallin, të përjetshmin, mbajtësin e mbikëqyrësin e krijesave. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dhe vërtet Allahu është ai i pavaruri. S'ka nevojë për asgjë. Ai është i lavdishëm. Me plot lavdi. U që krejt krijesat, njerëzit, me kundërshtu Allahun, nuk ja cenojnë lavdërimin, e lavdin, e krenarin që aje pasëdëm. Sa me lachet egzistojnë këtë botë. Askush nuk e di numrin e tyre. Askush nuk ka vend në qiell që nuk ka me lache. E të gjitha e madhrojnë, e lavdërojnë, e i shprehin pastërtinë e dlirësinë të madhit Allah. Prandaj, kur njeriu kështu mediton për këtë realitet që ai është duke jetuar, nuk duhet të ekzistojë në fjalorin e tij, në veprimet e tij arroganca, as rebelizmi, por vetëm në nështrueshmëria, shpreha e adhurimit të sinqert ndaj Allahut të madhërisëm. Shikoni një hadith kutsi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar se çfarë ka thënë Allahu i madhërisëm. Ja ibadi, o robërit e mi. Allahu kështu ju ka drejtuar njerëzve. O robërit e mi. Law anna awwalakum wa akhirukum wa insukum wa jinnakum. Pra, sikur të parët e juaj dhe të fundit për juve, gjithë njerëzit dhe gjinët, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin, sikur gjithë ishin pra të devotshëm, sikur njeri që është më i devotshëm gjithë më u konë sikur çaj, ma zade dhalika fi mulki shay'an. Nuk kish mishtu kur gjë për shtetit tim. Pra krejt njerëzit më bot devotshëm, të pasër, që shenë me lachet, me adhurime, pra nuk kish mishtu Allahut kur gjën për shtetin e tij. Ja ibadi, vazhdon Allahu azza wa jall. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Pra sikur të parët për juve, të fundit për juve, gjithë njerëzit e xhinët, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, sikur këtë qëta më konë mëkatarët më të mëdhaj, gjunaqarët më të mëdhaj, rebelusit më të mëdhaj. Ma naqasa dhalika min mulki shay'an. Nuk ka me paksu asgjë në pushtetin sundimin tim. Pra si bën dëm Allahut asesa. Krejt njerëzit më konë si iblisi, si iblisi, krejt njerëzimi dhe krejt gjinët, sa nuk i pakson në pushtet Allahut azza wa jall. Po krejt njerëzit edhe gjinët më bot mirë, adhurus të devotshëm, nuk i shton asisen prap në pushtet Allahut azza wa jall. Dhe vazhdon Allahu të thot, ja ibadi, o robërit e mi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Pra o robërit e mi, sikur vërtet të partë e juve, të fundit për juve, këtë njerëzit edhe gjinët, kanu pra këta me qenë thot, qamu fi sa'idin wahidin, pra më ardhë më të bu me një vend, këtë njerëzit edhe gjinët, më të bu me një vend. Fa sa'aluni, edhe ata më kërkojnë mu për mjë dhanë,
fa athaitu kulle insin mes'alatahu. Pra unë do t'i jepi secillit njeri atë çfarë ai ka kërkuar nga unë. Ma naqasa dhalika mimma indi, pra nuk ka kjo më paksu mu asisen tek ajo që unë posëdoj. Kur gjoni ky paksohet Allahut azza wa jall. Këtë njerëzit mi kërku Allahut, mu bashku me një vend, edhe mi kërku Allahut, sa nuk kanë me paksu Zotit Madhreshëm. Illa kama yankusul mihyatu idha udkhila al-bahr. Pra çaq sa ka me paksu detit nëse futet gjelpëra në të, edhe në zerë, sa si pakson detit. Pra aq madhështor është pushteti mbretëria e Allahut azza wa jall. Prandaj gjitha këto janë fakte, argumente që robi është i dobët dhe ka nevojë për krijuesin e tij. Dhe kur ai ka nevojë për krijuesin e tij, ai duhet të drejtohet vetëm atij, me lutje, me adhurim dhe me kërkesa, dhe jo krijesave, të cilat të gjitha kanë nevojë për krijuesin e tyre. Imam Tahaviu rahmetullahi alayhi thot: mumitun bila makhafetin, ba'ithun bila mashaqqatin. Pra ai është që jep vdekjen pa frikë dhe ringjall pa vështirësi. Pra vdekja është ajo që ka caktuar Allahu azza wa jall. Dhe vdekja është për krijesave, siç ka thënë Allahu i Madhreshëm: alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Pra ai është i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju provuar juve se kush është më vepër mirë. Pra jetën edhe vdekjen e ka krijuar Allahu azza wa jall. Dhe vdekja do të jetë aktuale deri në atë moment kur Allahu do të urdhëroj për më udhëherë, e që do të vijë ai moment kur gjithë njerëzit do të ringjallen, besimtarët do të futen në xhennet, pa besimtarët do të futen në xhenem, dhe vdekja do të vijë si një dash e që do të theret, edhe para se më u therë, do t'i drejtohet xhenetlive dhe xhenemlive, e që ata do t'a njohin se është vdekja. Dhe kur do të theret, do të thuhet se nuk ka më vdekje për ju, jeni përgjithmonë në xhenet, edhe xhenemlive pa besimtarëve në xhenem, nuk ka më vdekje për ju, do të jeni përgjithmonë në të. Pra vdekja do të jetë aktuale deri në këtë moment kur edhe do të ekzekutohet, do të theret. Prandaj nuk është një diçka inekzistente, siç e përshkruajnë filozofët, por është krijesë prej krijesave të Allahut, ashtu siç tha Allahu, se ai është i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën. Prandaj vdekja është një realitet i hidhur, e që secili për neve do të ballafaqohet me të, secila krijesë, e do të mbetet vetëm fytyra e ndritshme e Allahut azza wa jall, për çdo send do të përfundojnë këtë botë, dhe më pas pra do të përjetojmë edhe ringjalljen, e që ringjallja është gjë që do të ndodhë, e nuk është vështirësi për Allahun që do ta bëjë atë përmes urdhrit që do t'i jep melekut që do t'i fryjë në sur që krijesat për me u ringjall. Prandaj
kur jemi te ringjallja, Allahu thot, kujtoni krijimin tuaj të parë, pra në logjikën e njeriut, është ma lehtë me sjell diçka kur ka ekzistuar, dhe është më vështirë me sjell diçka që nuk ka ekzistuar. Prandaj përderisa ne e besojmë se na ka krijuar Allahu duke mos qenë fare, në mendsinë tonë është ma lehtë që Allahu të na krijojë kur neve kemi ekzistuar, edhe pse trupi jonë na është kalbër e tretur në dhej, apo dikujt që i djegët trupi, apo dikujt që eliminohet në thellësitë e oqeanit, prap Allahu do t'i kthej trupat pas ringjalljes, dhe për të nuk ka vështirësi, as nuk ka si shembull që themi neve se për logjikën tonë është ma lehtë me u ringjallë se sa me u kriju nga asgjëja. Kaq për sonte vëllezër të nderuar, lut Zotin Madhërisëm na bëj për atyre që përfitojnë nga dia e saktë dhe udhëzimi që sqarohet në librin e tij dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lut Zotin Madhërisëm të mëshiroj të vdekurit tanë, të shëroj smundit tanë, wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin.